Zot Ladrovsi, deri tash cilat janë përshtypjet për këto zgjedhje lokale? Shpejt. Unë po besoj që zgjedhjet janë të shku shumë mirë. Unë i kam ftuar gjithë qytetarët me dalë me votu me shprehje në drejt kushtetuese që e kanë, le të votojnë për më të mirën. Okej, zot Ladrovsi, deri më tash a ka pas në incident sipas asaj që është paraqit deri më tash në media, ka qenë vetëm një rast i lajmëruar polici. Keni bërë thirrje për zgjedhje demokratike edhe sa më shumë pas dalje të qytetarëve për me votu? Ju e keni bërë gjithë fushatën, ne kemi bërë thirrje me dalë me votu, me dalë në mënyrë demokratike, pa fyrje, pa sharje, pa probleme dhe presim që të përfundojnë zgjedhjet në mënyrën më të mirë. Ka pas incidentet vogla, të cilat janë raportu dhe besoj që organet e hetimeve janë të zhvilluar gjitha procedurat e tyre. Nëse i fitoni këtu zgjedhje, a pretim ja uru kundër kandidatët ose a ja kishit uru kundër kandidatëve nëse fitojnë? Nuk e maj mend që kanë ndodhur që ma kanë uru kundër kandidatët. Kush të fiton, le t'ja urojnë. Okej, këtë për fund, masi s'mujna me folë për politikë, Donxhoni apo Noizi po mbetet si përfundim? Dytë janë të mirë, po Noizi është këngëtar shumë larg Donxhonit, edhe pse Donxhoni është i familjes tem, i qytetit tem, edhe ku mbështetet për kraj, po Noizi është i madh shumë.